sepse Amerikanë nuk duan të heqin Berishën. Ne I thamë Berishës, I gjenon gradën, me që thua jam I Trumpit, edhe bëhu lojtari për koshëm. Ai nuk po e heq dot. Shkoi Fatmir Mediu, shkoi ke La Civita, çun nuk kanë lënë çan dollarë shpatshu atje dhe nuk e çan dot këtë histori. Shqiptarët këtu thonë, unë jam I Trumpit edhe po luftoj Sorosin. Kjo fatkeqësisht kjo është rrem që nuk hecën as tu Shqipëri, jo më të ecën në Amerikë. Sepse këta janë bashkë në ruajtjen e monopolit politik bipolar në Shqipëri. Ndaj Edi Rama shkoi atje sepse nuk ka një zëvendësues të Edi Ramës deri tani, sepse amerikanët nuk e duan që të vijë Berisha mes Edi Ramës. Kjo është loja që ka ndërtuar këta këtu. Rama I thot amerikanëve, nëse iki unë, nuk ka asnjë lojtar tjetër që të më zëvendësojë, përveç se Sali Berishës. Lojtarët e tjerë I ka vetë, I krijoi vetë, la Pajsorosit, këto Shabanat, I mori I çoi prapë në poste detyra shtetërore, pra janë tanët, I kontrollojmë ne këta. Nuk ka asnjë parti politike, I thotë Rama, Washingtonit, në Shqipëri, që është jashtë radarit tim. Po I ka unë, do vi Sali Berisha. Në këtë dimension, Berisha është një nga investuesit e shkuarit së Ramës në Washington, sepse ai ruan monopolin e opozitës dhe ata nuk e duan si partner tani, deri tani. Ata detyra e Berishës është ajo që po bën, ti mbaj njerëzit me gajret. Erdhi David McAllister dje, tha nuk du të atakoj. A më kupton? Tani komentuesit do shkruajnë poshtë aty kur ta nxjerrë ti linkun. Po pse prap fajin Berisha e ka, se shkurt ky që ngren. Sepse ata nuk e dinë që Rama dhe Berisha janë bashkë. Nuk duan ta kuptojnë këtë, sepse nuk e imagjinojnë dot. Rama dhe Berisha funksionojnë në mënyrë perfekte bashkë dhe janë si vëllezërit siamez që I duhen njëri tjetrit deri në fund të lojës, sepse fati I tyre është I përbashkët. Ndaj, unë I bëj ftesë vëllezërve të mi të opozitar. Vazhdoni protestoni, është nder që të protestoni, por të paktën pyesni këto pyetje logjike. Përse amerikanët janë të detyruar të çojnë në bordin e paqes një person si Edi Rama, të cilin nuk e kishin taku asnjëherë prej ditës që ka ardhur Donald Trump. Pse janë të detyruar të çojnë në bordin e paqes një person të cilit I shkon ambasada amerikane dhe I thot mos guxo ta ndryshosh ligjin 242 të kodit penal, mos guxo të godasësh spakun. Përse janë të detyruar ta marrin? Mund të ketë një ndryshim tani nga kthimi nga Amerika për këtë nismë edhe për Ballukun, apo nuk dikton gjë ajo që ndodhi atje? Unë mendoj që Dajagu do të rritet dhe presioni do të rritet nga spaku, ke për të parë tani. Sepse europianët kanë rritur dozën. Brukseli ka rrit dozën dhe Gjermania ka ngrit dozën, McAllister ngriti dozën, Balluku tha shtesti Europës. E tha Shqipaj. Dhe me Berishën këtë herë ishin akoma më të ashpër. Pse? Sepse nuk e lanë thjesht pa e taku. E deklaruan, unë nuk du të atakoj. Dhe ai e thot jo rastisht atë. Nuk dua të atakoj. Tha, I takova të gjithë, Zoti Berisha tha nuk du të atakoj. Sidomos justifikimi ishte më I rëndë që nuk po mikin avioni. Pra po mik avioni, pra është tallje kjo, më kupton. Pse e bëri ai këtë? E bëri për t'i thënë që ne e dim lojën tu se çfarë po luani të dy. A më kupton? Sot Berisha del dhe I thot njerëzve do dalin protest po shtërsira. Patjetër që duhet protestu. Edhe ti duhet vish protest bashkë me mua. Problemi është që para se të protestojmë, duhet të dim ku do shkojmë ne që po protestojmë. Çfarë do të ndodhë më pas? Dhe ata jetuan të lumtur, mbyllet. Çfarë ndodh? A do zgjedhin shqiptarët të lirë mbasi të bjerë Edi Rama? Apo do zgjedhin Berishën, që ai të hapë dhe të fusë në listat e sigurta ato që do vetë? A ka kohë zgjedhor të ri?
Jo, sot Gjo Berisha. Qeveri teknike, kush do ta bëjë qeverinë teknike? Po hym në detajet e Shqipërisë, por loja është e tillë. Populli shqiptar i ka ardhur këtu, në majtë hunës, dhe dalin, protestojnë prej neverisë dhe prej urrëties që kanë nga i kartelit që qeverisë Shqipëri për 13 vjetësh. Problemi është që duhet edhe ta kuptojnë kur të protestojnë se cilat janë ekuilibrat ndërmjet dhe loja që luan Rama me Berishën me njëri tjetrin. Rama i thot Berishës vazhdo protestat që unë t'i them Perëndimit nuk kam asnjë alternativë tjetër në Shqipëri përveç këtij. Tani pse nuk e duan ata Berishën? Nuk e di. Unë nuk e di, nuk pretendoj që kam informacion. Por duket qartë që po të donin t'ja hiqshin non gratën, do ja kishin heq. Erdhi administrata, ja ka vënë administrata tjetër, ja heqin non gratën. Rama këtu përfiton dhe çfarë? Në vend që të ishte Berisha lojtari tranzitor, sepse është kryetari i partisë më të madhe në opozitë, e fiton Rama tenderin për lojtarët përkohshëm. Deri kur? Derisa të bëhet gati epoka e ardhshme, klasa e re politike e ardhshme. Ky është ekuacioni, Gilbert. Dhe Rama çfarë bëri? Për të rrëshqit nga ky presion i madh për të mos u futur në përplasje me Izrael, e me Palestinë, e me Arab, e me Turq, e me Erdogan, e me gjithë, i rrëshqiti bordit paqes dhe doli në Hag. Edhe bën patriotin, edhe i thot Hashimit, Hashim vlla, ta ktheva Hakun, vërtet unë isha ai që të erdha me helikopter në Kosovë, edhe të thash voto gjykatën speciale, po ti kupton të shi që unë po përpiqem me të shpëtu. Edhe lu patriotin, edhe kthehet mbështetësi i UÇK-s, edhe i rrëshqet OKB-s, edhe i tha Donald Trumpit, unë tha, jam këtu, tha vërtet, tha, por nuk besoj, tha që këtu po, zëvendësohet OKB-ja. Por, në qoftë se, ju, zoti president, tha, keni vendosur dhe mendoni, tha, se OKB-ja duhet shkundur mirë, tha, atëherë, inshallah, tha, zoti e bekoft bordin e paqes. Pra, mos më fusni në siklet o presidenti Trump, se unë nuk e baj do të këtë loj, që t'jem bashk autor me ty në shëmbjen e rendit vjetër botëror, i cili më investoj mua. Dhe rrëshqiti me vrap në Hag, dhe u morë me çështjen Thaçit, dhe i tha, a i qeni birit qenit që t'ka gjëmu ty dhe t'ka dash me të Smithi, prokurori i Hagës, a i që t'ka dash me të futu në burg, është duke futu në burg edhe Hashim Thaçin.